Na tregon edhe pak se si të reagojmë kur shokët të fyhen e të nënshman. Si duhet të jetë reagimi një muslimani ose muslimane kur nga shokët i pret një ofendim ose një nënshmim. Ajo që ka ndodhur me Ebu Bekrin radiallahu anhu pranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Erdh njëri dhe e shau. Do thot heshtje Ebu Bekri, heshtje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E shau përsëri, heshtje Ebu Bekri, heshtje pejgamberit. E shau përsëri. Ja ktheu Ebu Bekri dhe e shtoi. U ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga. Dhe tha, kur u ngrit pejgamberi do thot e përcolli ose nxitoi pas tij Ebu Bekri do thotë ja pse u ngrite, tha derisa ai të çante ti heshe i jepte përgjigje me leku. Mirë, kur fillova të japsh ti përgjigje ta shash si ai, atëherë aty erdh shejtani dhe unë nuk ri aty kur rin shejtani. Do thotë duhet me bë sabër ndaj ofendimeve, mos t'ia kthejmë jetën mas dhe të largohemi prej vendit. Nëse është më i ri e këshillojmë, do të e qortojmë me fjalë të zgjedhura dhe themi se kjo nuk takon ty dhe nuk është kulturë dhe edukat. Nëse ai pranon mirë, nëse nuk pranon ti largohesh pe nderes me ti dhe normalisht nuk pranon që të ofendohesh pe tjerëve pa nevojë, shikon ti punën tonë dhe ta shikon ai punën e vet.